طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Imi tek libri Zadul Ma'ad I Ibn Qayyim al-Jauziyes rahimahullahu ta'ala. Jemi tek mjekësia pejgamberit alayhis salatu wassalam, kemi arritur tek udhëzimi i pejgamberit alayhis salam për trajtimin e të sëmurit me ushqimin më të thjeshtë. Në dy sahihet shënohet nga rrëfimi i Aishës radhiyallahu anha se kur vdiste dikush I afërm, thot gratë mblidheshin për me ngushëllua, apo pastaj largoheshin sërish përveç rrethit të ngushtë familjar dhe miqësor. Rrinin domethënë rrethi I ngushtë miqësor. Pas kësaj Aisha porosiste telbin. Çka është këtë telbina? Do ta trajtojmë. Kur përgatitej edhe theridi gjell me bukë mish, Aisha hidhte sipër saj telbin. Telbina është vllazni një supë që ndihmon me kur ta pin ato ndihmon që njeriu kur ka ankth, kur ka mërzi, depresione të ndryshme, ndihmon që mu qetësu. Nëse si bëhet tash do ta trajtojmë. Thot duke u treguar më pas ajo u kërkonte njerëzve të hanin nga ajo gjell, duke u treguar se I kishte dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam që telbina e ngushëllon thot zemrën. E ngushëllon zemrën e të sëmurit dhe ja largon brengat. Subhanallahu është e lidhëm lukthi apo çdo organ është I lidhëm me fije nervore. Dhe këto fijet nervore I bartin informacionet apo ngacmimet tek truni. Dhe nga truni çdo gjë ndodh, apo depresionet, ankthjet, gjitha ka të bëjë me sistemin nervor. Dhe ti nëse përdor këtë telbinën, kjo po ndikoj ka, domethënë tru që ti më kon më I qetë. Ti më kon më I qetë. Telbina është një supë e lehtë që I ngjan qumshtit në përbërje. Ky është ushqim mjaft I mirë për të sëmurët. Telbina për nga vlerat është një lloj si supa me elb, të mos më e mirë, bile mos më e mirë thot. Ndryshimi është se telbini bëhet me miell elbi. Miell I elbit. Më thonë nëse e merrni miellin e elbit e boni në formë të supës, kjo është e mirë për brenga. Dhe thot çfarë dhe krundet e tij, kurse supa e elbit gatuhet me kokra të elbit. Bukur. Doktorët këshillojnë që në qytete të hahet supa me kokra elbi, sepse ajo është më e lehtë për të tretur nga stomaku I të sëmurit. Supa me kokra elbi tretet shpejt, ka vlera ushqimore dhe pastron stomakun, sidomos kur hahet e nxehtë. Në këtë gjendje vetit e saj pastruese dhe trece janë më të forta, madje ajo rrit me shpejt nxehtësinë instinktive. Telbina e forcon energjinë e brendshme, jep energji të brendshme trupit. Kështu trupi bëhet I aftë me largu vet pastaj hidhrimin. Jep energji të brendshme dhe pastaj çka bën kjo? Ndikon që ti me hek vet hidhrimin. Dhe dhembjen që ka pushtuar më nalt, Arben, më nalt. Hyp çat janë nalt. Helmimet trajtohen duke nxjerr jashtë helmim ose duke përdorur antidotin e duhur për të neutralizuar efektin e tij. Më thon çka? Ka raste për shembull vllazni kur helmohemi, çka kanë thonë përpara kur helmohemi? Me përdor ajran, apo? Ose sot mjekësia thot me marr infuzione. Me marr infuzione të ndryshme që më pastru trupi. Pastaj thot kushdo që nuk ka mundësi të trajtohet nga mjeku ose me antidot, duhet që menjëherë të nxjerr substancat e këqija që I kanë ngrënë. Dhe tash do ta shohim çka ka bëu Muhamedi alayhis salam kur ja kanë sjell një dele të helmuar. Muhamedi alayhis salam kur ja kanë sjell një dele të helmuar, për një herë ka bëu hijamën dhe ka shpëtu prej vdekjes. Mirë po disa prej sahabi kanë vdek. Para se me shku helmi tek zemra, e ka bon në shpatull. E ka tërhek, do thot, helmin. Pastaj thot nëpërmjet gjakut dhe enëve të tij helmi shkon në zemër. Dhe pastaj në pjesë tjera të trupit dhe duke sjell vdekjen e sigurt thot. Përderisa gjaku është bart si I helmit. Më thonë, nëse futet helmi po e zon me një vend caktuar, gjaku çfarë bën vllazni e tërhek, apo?
Si kur lumi që është të rek, qashtu edhe gjaku. Dhe kur të shkon në zemër, e shkatron, dhe më thonë apo në vendet, në organet vitale të organizmit, edhe shkakton dëme të pariparueshme, apo personi mund edhe të vdes. Apo. Pastaj thot nëse i prekur e bën më njerë pastrimin, helmi nuk shkakton dëmtime të mëtejshme. Për shembull ke përdor helm të azom në gojë, në lukth, të ka shku në lukth. Në ato momente për njerë duhet me nëzitë që me vjella, po. Me shti gishtat, apo diçka me bu, ose me përdor antidot që e hek, dhe më thënë që e neutralizon helmin, me përdor të azom qumë kësi ajran, si që thamë, nëse e neutralizon helmin. Në kësi raste, që ka bu Muhamedi a.s. E ka përdor hijamën. E ka përdor hijamën që me e hek, dhe thëtë, helmin. Pejgamberi sësam i bëri kupat në pjesën e sipërme të shpinës, vendi që ndodhet më afër zemrës, në mënyrë që të ndalte rrugën e helmimit drejt zemrës. Sepse, tash kur të hanë personi vllazni, mas pari ushqimi shkon lukth, apo? Shkon lukth. Nga lukthi, aciditeti është aty, e tret, pastaj e shtyp, shkon në zorët e holla. Në zorët e holla nëpërmjet enëve të gjakut absorbohet, apo? Absorbohet. Dhe që ky helm është fut në gjak. është një periudhë që është për 20-30 minuta, dhe më thonë, shkon përthithet, apo edhe kur ka shku në gjak, normalisht duke dasht me shku në zemër, vetë se e ka bo kupën, e ka bo hijamën, Muhamedi a.s. që një pjesë i ka mbet, nuk është neutralizu një pjesë, por se i ka mbet. Akoma i ka mbet, dhe këto e thot pastaj edhe vetë Muhamedi a.s. Thot pastaj, gjë që ndodhi vetëm pjesërisht, një pjesë e helmit mbeti ende në trupin e tij, që kështu të përmbushej caktimi i Allahut subhanahu wa taala, kur Allah i vendosi të vinte koha që i dërguari të vdiste si shahid dëshmor, u rishfaq prap efekti i helmit. Vllazni, subhanallahu, duke lexuar për punën e mikrobeve, quhen diçka mikrobet latente. Çka janë këto mikrobet latente? Këto janë mikrobe si të fjetura. Si të fjetura. Dhe më thonë, ti e ki pas një infekcion. E ki pas një infekcion në trup. Edhe nuk e ki trajtu që shduat. Për shembull, ke marrë antibiotik, ke përdor 3-4 ditë, mjeku të ka thonë përdor 1 javë, 2 javë, derisa përfundimisht shkatërrohet mikrobi, ti çfarë ke bër? Vetëm e ke bë një mikrob të fjetur, jo të aktivizueshëm për momentin, por se prezente. Por se është prezente, po është i fjetur. Në momentin kur trupi e humbi imunitetin, apo për shembull, vetëm pak ndjen një lloj ftohje, apo nerth, vetëm pak e ka për njerë. Sepse i ka ato mikrobet latente që për njerë ngriten. Dhe të shkaktojnë probleme. E njëjta gjë është edhe me këtë helmin, që e ka pas helmin, jo krejt, nuk i është hekur, nuk i është hequr helmi, dhe çfarë thot Muhamedi a.s. U rishfaq efekti i helmit, që e ka pas më herët, apo? Dhe kështu që caktimi i Allahut u përmbush. Kësaj bëhet i kuptueshëm edhe ajeti kuranor ku Allahu subhanahu thot: "Ne i dham Musait librin, Teuratin, dhe pas tij dërguam shumë profet, Isaut birit Merjemes i dham mrekulli të qarta dhe fuqizuam me shpirtin e shenjtë. Sa herë që ndonjë profet ju sillte diçka që juve nuk ju pëlqente, ju tregoshit kryenet që ju i mohuat disa i vrisni, në fund të ajetit folja mohuat është në të shkuarën, kurse vrisni në kohën e tashme, pasi kështu ajo përfshin vrasjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, megjithatë Allahu e di më së miri. Kështu ishte caktimi që ai të vdiste, dhe thot Muhamedi alayhi salam. Kjo ishte sa e përket telbinës, edhe punës hijamës, edhe punës helmit, domethënë se si të hiqet dhe brengës. Tash e kemi udhëzimin e pejgamberit alayhi salam për trajtimin e magjisë apo të sihrit. Disa njerëz kanë mohuar mundësinë që Muhamedi a.s. të preke nga magjia. Që ka mundësi Muhamedi a.s. me prek magjia. Muhamedi a.s. pi zbritet Kur'ani, po vjen me laqa Gjibrili a.s. ku guxojnë shejtanët më afru Muhamedit a.s. Prekja e magjisë Muhamedit a.s. është një mësim për ne nëse si murujt. Sepse si shka kasaj kanë zbrit 2 sure, Feliki dhe Nasi, apo? Për më mbrojt pastaj nga
Dhe thot nga sihri. Duke menduar gabimisht se të prekurit nga magjia është mangësi dhe turp. Ata qysh mi atribu mangësinë Muhamedit a.s. Kështu kanë menduar disa. Në fakt, prekja pejgamberit a.s. dëshmon për natyrën e tij njerëzore. Do thonë ka qenë njeriaj, sikur ne, e kapë dhe ato magjia. Edhe ai han, edhe pin, edhe flan me gra, ka fëmijë, më sikur ne është. Përveç se ai ka një cilësi tjetër që ka pranuar shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot fakti që ajo prek nga magjia duhet trajtuar një lloj si helmimi me mishin e delës. Në dy sahihet ndodhet hadithi Aishës, cili ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot ju bë magji. Edhe ai mendonte se po shkonte gratë veta, realisht nuk shkonte. Mendonte. Kështu shejtani, domethënë magjia që ju kishte bërë. Në fakt ai nuk shkonte tek ato. Kjo ishte magjia më e fortë që mund të ndodhë. Thot përsa i përket faktit që ati duke se vepronte diçka që në të vërtetë nuk vepronte, ky nuk mund të jetë argument që disa anti-islamist apo disa filozof e akuzojnë apo fusin dyshimet e muslimanët që ky ka fol nga magjia kur i është zbritur ajetet kuranore apo do thot i ka përzier ajetet kuranore, jo. Në momentin kur zbretësin ajetet kuranore, Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedin s.a.s. e mbron. Sepse është Kur'an. Dhe Allah s.w.t. mbron, qon roje, qon me lajke, që shejtanet nuk munden me e ndërhy në ligjet në do thot ajetet kuranore. Pastaj thot qëllimi ynë është thjesht të tregojmë udhëzimin e pejgamberit alayhis salam në kurimin edhe trajtimin e magjisë. Këtu janë disa mënyra, dy mënyra. Mënyra e parë më e mira është gjetja e magjisë. Po e gjetë magjinë e shkatrove, kjo është mënyra më e mirë. Se ja hub atë urdhërënësin mirë, po ja hub ato simbolet apo ato urdhrat që ja ka dhënë sihirbazi. Se sihirbazi vllazni e merr një letër apo një gjë dhe i shkruan gjithë ato gjëra që mi ia dhon gjinit, mi po gjini se ku me shku dhe çka me bë. Se lloj urdhra i ka prej sihirbazit, i cili bashkëpunon me gjinët. Dhe nëse ti e merr tash këto, e shkatron, ati i humbin urdhrat. Apo i humbin urdhrat. Dhe kjo është metoda më e mirë. Kjo është metoda më e mirë me gjet. Dhe me lutë Allahun subhanahu wa taala, qoftë nëpërmjet ëndrës me ta dërgu Allah subhanahu wa taala, një lloj shenje me thonë që shkon filon vendin, apo kështu me anë të gjurmimit dhe ulëmtimit me ta lehtësu Allah me gjet, kjo është metoda më e mirë, por jo me bashkëpunu me gjin. Dhe me thonë gjini qëtu në qëtë vend të ka bo sihrin filoni, sepse nuk lejohet bashkëpunimi me gjin. Pastaj thot, kështu veproi pejgamberi alayhis salam, thot ai ju lut Allahut të lartësuar që ta zbulonte magjin, ai e tregoi atë. Atër pejgamberi sa me nxori atë nga një pusi ku ishte e fshehur, me një bunare kishte shti, me flokët e pejgamberit alayhis salam, nëpërmjet kranit, apo ja kishte marr dhe i kishte bërë magji dhe kishte futur në pus, në bunar, mi thonë, apo. Dhe Muhamedi alayhis salam ishte i shtrirë, i erdhën dy me lajke dhe po flisni njëri me tjetrin. Çka është bërë Muhamedi alayhis salam? Sihir. Kush i ka bë? Lubayd ibn Asam. Kush i ka bërë? Filani. Ku është sihri? Është në filon vendin. Filon vendin. Atër shkojnë dhe thot ishte e mbushur me koka dreqërish që e mbanin e ruanin sihrin. A di që ka raste vllazni, për shembull, sihri është i bom me një vend, shejtanët e ruajnë atë vend, ku shkon ti me lyp e hek pikë ujë të çon me një vend tjetër. Për mos me mujt me gjet. Apo për mos me mujt me e gjet. Pastaj thot ajo që përgatitur me flokët profetit e mbështjell me një lëmush hurme, me ta zbuluar dhe nxjerr magjin, ju largua me njëherë ajo që e ndjente. Do të thonë nëse shkatrohet, normalisht e humb efektin e urdhërdhënësit. Mënyra e dytë, nxjerrja jashtë e substancave të këqija nga organi që është prekur më tepër nga magjia. Ka raste vllazni, për shembull i qesin zhiv, apo ka raste për shembull i qesin përpara ka qenë për hapur tek një sidomos te gratë që me bë dashur burrin, me dash më shumë i qetshin gjakun menstrual të vetin në ushqim. Edhe burri e hante. Kjo është një prej magjive që e kanë bë gratë
e hershme, apo, më thonë, gjakun menstrual të fliqt, apo, edhe e vendosni në ushqimin e burrit edhe, apo do me bu burrin me dasht edhe me lidh, veç me ty. Mos me këqyr tjerat, që ta bëne u gribune, që tu kanë thonë, për para, apo. Mirë po është një çështje tjetër që nëse e bën një sihër caktuar me një lëng apo ujë apo çaj apo ku e diun, dhe ti nëse e pin, ka raste që në trupin e njeriu, në stomak, që të formohen gjëra të ndryshme. Gjëra të ndryshme që ti kur ti pin për mi hedh farat e mbretit për shembull apo diçka që të shtin me vjell, i qesish gjëra të jashtëzakonshme, nuk i din çka janë ato. Do copa, do sene që ti si ke hungër. A realisht ato në trup janë formësu. Nga sihri. Nga sihri, dhe atë sihër e ruajnë shejtant, që shkarën hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që shejtani sillet nëpër anë të gjakut. Dhe për atë arsye, rukje gjithë çka bëjnë, i japin për me vjell. Për me vjell, ose për me dalë nevoje, do më thonë, nevoje të madhe që mi qitë për jashta, dhe kur qetë për jashta, qesin gjëra që nuk janë normale të fecesit, nevojës madhe. Janë gjëra që nuk janë normale nga fecesi, nga materiet fekale, po gjëra të ndryshme. Ebu Ubejdi tregon në librin e tij Gharib al-Hadith, me sened deri tek Abdurrahman ibn Ebu Lejla, se pejgamberi sa kur i bën magji, bëri hijame me bri në pjesën e sipërme të kokës së tij. Andaj këtu duhet me ditë që hijamja ndikon edhe për sihër. Hijamja ndikon edhe për sihër mu të rek nëpërmjet gjakut, gjërat e këqija. Disa të paditur kur dëgjojnë mënyrën e dytë mjekimit thonë, e ç'lidhje ka magjia tash me hijamën, sihri me hijamën? Sperrok diçysh. Thot ku magjia e ku hijamja. S'ka lidhje thot, apo. Por nëse këtë do ta gjenin të shkruar si porosi të Hipokratit, i Ibn Sinës apo të tjerëve që ata i pasojnë verbrisht, do ta pranonin pa bërë fjalë. Apo thjesht do të thoshte, kështu ka thënë filani e filani. Ndikimi i magjisë me të cilën u prek pejgamberi sa ishte i përqendruar në kokë vllazni. Edhe për atë arsye Muhamedi alayhi salam e bëri hijamën. Thot në një nga zonat e saj, gjë e cila shkaktonte një farë përqendrimi. Thot aty dukej sikur kryente gjëra, realisht nuk kryente, dhe kjo është problem, apo. Nëse zbulohet organi ku është bërë magjia, atëherë heqja e gjakut me kupa në atë pjesë të trupit është mënyra më e mirë e trajtimit. Ka raste për shembull lukth të bëjnë. Ki probleme me lukth. Nëpër këtë doktora shkon, edhe të kap lukthi pa djallë, kur gjë s'u bëjnë doktorat kur gjë. Ki probleme me kokë, me dhimbje të kokës, me shpërqendrim, me ku e di, është në kokë, apo ki probleme për shembull me kom, paralizë të komës. Ka raste të kanë bë, domethënë magji në kom. Atëherë duhet bëhet hijamja në ato vende ku ti mendon se e ki domethënë magjin. Hipokrati ka thënë, gjërat që duhet nxjerr nga trupi duhet të nxirren jashtë pikërisht nga ajo pjesë e trupit që është më e prekur dhe me mjetet mënyrat më të përshtatshme dhe më e mira. Nëse me një vend caktuar është mbledh gjaku, nëse me një vend caktuar, me një organ caktuar, apo me një, domethënë, ku do qoftë diku në organizëm në trup, të është bërë sihër, ato qatë vend afër saj mundohet që ta bësh hijamën për ta hequr apo për t'ja prishur atë strukullën, do të thotë sihrit apo magjisë. Me të vepruar këtë, ai u shërua plotësisht dhe u ndi shumë i çliruar. Mjekimi i magjisë nëpërmjet lutjeve dhe përkujtimit të Zotit. Mënyra më e dobishme dhe efikase e mjekimit të magjisë është me ilaçin hyjnor. Normalisht me lutje, me dhikr, me rukje, gjitha këto gjëra, këto është normale që e dim, dhe mos harroni vllazni që leximi i Kuranit apo dëgjimi i Kuranit nuk është vetëm për smundjet shpirtërore. Dikush që e ka kuptuar që vetëm smundjet shpirtërore i ndihmon Kurani, jo, edhe smundjet organike. Për shembull, rasti është me akrepin, helmin që e ka helmuar prisin e një vendit të caktuar, kur disa musliman kanë kalu me suratul Fatiha e ka shëru, apo me suratul Fatiha e ka shëru. Dhëm koka, qite dorën në kokë, bën dua edhe lutë Allahun edhe lexo Kur'an, apo vendos edhe këna që kemi thonë kon me vendos në kokë ose me shtrëngu
do thot kokën me shirit. Edhe magjistarët e pranojnë se magjia atyre ndikon plotësisht vetëm te njerëzit me zemër të dopt. Domethënë tek jo besimtarët apo tek besimtarët me iman të dopt ndikon më shumë. Se sa te një 5 vakëtli. Ndikon edhe te 5 vakëtliu, por se ka më të vështirë. Më të vështirë se i ka mbrojtjet, i ka edhkart, dhikret, i ka ato do thot lutjet mbrojtëse, e ka abdestin, e ka Kur'anin, gjitha këto gjëra janë barriere fuqishme me të mbrojt ty prej sihrit. Pastaj thot, zakonisht i godet ma shumë gratë, fëmijët, ignorantët, beduinët, që kanë mangësi të mdhaja në fenë Allah subhanahu wa taala. Pastrimi me anë të vjelljes tash. Imam Tirmidhiu në librin e tij në El Gjami shënon një hadith të sjell prej Midad ibn Ebu Talhas, ky prej Ebu Derdajit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam volli, pastaj mori abdest. Unë, thot Midani, takova Thaubanin në xhamin e Damaskut dhe i tregova që kishte thënë Ebu Derdaj, më tha të vërtetën e ke thënë, isha unë që i hodha ujë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të marrë abdest. Vjellja është njëra ndër 5 mënyrat e pastrimit të trupit, vëllazni. Vjellja, a keni vrejt vëllazni kur për shembull helmohesh? A keni vrejt për shembull kur ki mundime në lukth? Po i shtin e gishtat ose volle, çfarë lehtësimi i madh është, subhanallah. Lehtësohesh. Si në çilën syt, subhanallah. Prej metodave të pastrimit është vjellja, prej metodave të pastrimit është djersa, prej metodave të pastrimit është barkqitja. Krejt këto janë kupat, dalja e gazrave. Krejt këto janë që dalin helmet. Çfarë mëshire madhe Allah subhanahu wa taala. Ki probleme, mikrobet ndryshme, helmet ndryshme, ki barkqitje dhe del ajo që a keni vret për shembull kur keni barkqitje se çfarë ere rond është. Pse? Sepse dalin do thot të këqijat apo helmet nga organizmi dhe kjo është e dobishme për ty me lenin Allahut subhanahu wa taala. Diarea, kupa, dalja gastrave, djersitja, gjitha këto janë përmendur në hadithe. Për diarin kemi sjell hadithin që thot diarea barkqitje, vëllazni e dini. Diarea është një nga kurrat tuaja më të mira. Ne kemi thot përmendur në hadithin për fshikartën, kemi përmendur gjithashtu edhe kupat kur cituam hadithin që flet për këtë temë. Ndërsa për sa i përket djersitjes, ajo është një nxjerrje pa vullnetshme që trupi u bën substancave të këqija nëpërmjet porëve të lëkurës. Dalin senet e këqija, subhanallah. Pastaj thot, pra nuk ka lidhje me shpimin e damarëve si metodë. Ka 2 lloje vjelljesh, një e pavullnetshme, që vjen në mënyrë të pavullnetshme, do thonë vjen me vjell, dhe tjetra kur të shtin gishtat apo e provokuar. Lloji i parë nuk duhet ndaluar apo përmbajtur, veç në rastin kur kalohet masa dhe kur bëhet e rrezikshme, atë duhet me pi hapa që me nal vjellin, se ka dikush shumë vjellë të re, më thonë dehidrim bën dhe jetë pa lagje, po është problematike, e sidomos tek fëmijët, edhe tek pleqet, nëse ka vjellje dhe barkqitje e çet për tokë. E sariton për 24 orë e sariton. Bile ka shumë raste ka pas më herët tek fëmijët që prej barkqitjeve kanë vdek. Plot foshnje, plot beba kanë vdek vetëm prej barkqitjes. Atë shumë kanë pas barkqitje sa që kanë vdek. Alhamdulillah, tash janë mjetet, janë infuzionet, tërkoni japin infuzione, 24 orë që pa ndërprej japin fëmijës bebave infuzione, vetëm ai qet knej merr derisa të fuqizohet apo. Pastaj thot janë 10 shkaktar të vjelljes, edhe po e përfundojmë. Thot vneri i cili mblidhet me teprim stomak dhe kërkon rrugë për të dalë jashtë trupit. Vneri vllazni është tek është bilja, ajo është vezikafelle, i thënë latinisht, është tek idhza. Është si kese. Që aty bëhet që kjo bilja, që kjo vneri. Edhe pastaj çajo del edhe nxit për me vjell. Pastaj thot jorgët e tepërta në stomak, të cilët gjithashtu kërkojnë rrugë të dalin jashtë. Thot stomaku i dobët që nuk e tret plotësisht ushqimin, se tret mirë, kurse tret atëherë ty të nxit për me vjell. Futja në stomak e lëndëve që e vështërsojnë tretjen, e dobësojnë aftësinë e tretëse të stomakut, të ngrënë dhe të pirët jashtë mase, pa karar, veç ha e pije, edhe normalisht që nuk e mban ushqimin.
kur stomaku vuan nga ndonjë smundje e cila prish ushqimin dhe pijet, të cilët më pas kërkojnë rrugdalje, apo të kap në arbarki ty edhe vjellja. Të kap se po hash pa karar, hiç. Po. Depresioni, pikëllimi dhe ankthi bëjnë që organizmi të angazhohet tërësisht me to dhe të lënë më një anë nevojat për ushqim. Dikujt mund t'i pështiroset e pastaj të vjell kur shet dikë, tjetër që është duke vjell. Njëherë një doktor më tregoi se kishte një njip të zot në përdorimin e kuhlit, antiman, i cili kur po trajtonte me kuhull një të sëmuar me konjunktiviz, domethënë konjunktivitis në sy, domethënë e kemi trajtuar, u prek vet nga kjo smundje. Pasi kjo dëkëri u përsërit disa herë, ai hoqi dorë nga profesioni. E kishte trajtuar njërin me konjunktivitis, domethënë me çet infeksionin e syrit, që skuqet ajo e bardhja. Edhe u smu. Edhe e la profesionin, çet profesion që e kishte. E pyeta doktorin pse ndodhte kjo? Dhe ai më tha se trupi i të nipit reagonte ndaj gjendjes së njerëzve që ai kuronte. Thot duke e prekur vet nga njëta smundje që vuanin edhe ata. Ai më tregoi gjithashtu se njihte një person që kur kishte parë një lung të pezmatuar, thot, te trupi i dikujt kishte nisur të kruante trupin e vet tek një njëjti vend. A ka ndodhur kjo? Po. Vezvese që bësh, apo? Edhe është e vërtet. Duke e pa tjetrin, vezvese bësh të kapë edhe ty. Që kanë thonë përpara. Unë them se kjo provon që psika ndikon te organizmi në një mënyrë të tillë që kur disa forca të trupit janë të fjetura, ato befas dhe pa arsye bëhen aktive. A pëlqen? Subhanallahu, që sistemi nervor. Nëse ti ki, jo domosdoshmërisht tek një person, nëse ti ki në trup disa mikrobe apo disa gjëra të fjetura në trup, dhe ti për momentin nuk janë aktiv ato, dhe ti pa ja jep komoditetin atyre duke u fokusu të një smut, duke u bo vezveset a i smut, që e ka të smundje, që ato të fjetura që ti i ki, po ndikojnë të njëjtën vend ty mu të paraqit smundja. Për shkak sistemit nervor që i ke, dhe më thonë, edhe kjo nuk është larkë me që theshin për parë, për vezvesës ju bon dhe këti filon smundja. Që do më thonë teoria e doktorit dhe në takimin e radhës me vjellja është recet e përshtatshme në mot të nxehtë. Vjellja pastron stomakun, udhëzimi pejgamberit sa për kërkimin e mjekut më të mirë, përgjithësia mjekut të pa kualifikuar, mjeku profesionist e kështu me radhë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.